Përshëndetje të dashur miq. Synimi i kësaj videoje është që të ndihmoj të jeni më të hapur ndaj mirëqenies dhe prosperitetit që kërkon të vijë në jetën tuaj nëpërmjet portalit 88. Dhe kjo mirëqenie dhe prosperitet mund të jetë e juaja vetëm në momentin që ju e shikoni veten të vlefshëm për të dhe në momentin që ju e pranoni si tuaja. Prandaj, nëse kjo është ajo që dëshironi, mjafton të qëndroni, të jeni të hapur ndaj kësaj energjie, të jeni në një vend të qetë dhe pa shpërqendrime, dhe afirmimet të cilat ne do të themi gjatë videos, të mund t'i përsërisni, t'i shkruani, apo video mund ta dëgjoni sa herë ta ndjeni të nevojshme dhe të arsyeshme. Unë meritoj mirëqenie në të gjitha format e saj. E njoh dhe nderoj vlerën time. Bollëku rrjedh drejt meje me lehtësi dhe harmoni. Zemra ime është e hapur për të marrë bekimet që jeta më ofron, bekimet që janë të destinuara për mua. Çliroj çdo besim që më ka bërë të ndjehem në pamjaftueshmëri dhe në një mindset mungese. Ka bollëk për çdo. Dhe ashtu si kushdo, edhe unë meritoj bollëk dhe prosperitet. Mirëpres këtë bollëk në jetën time, me krah hapur. Ka më shumë se mjaftueshëm për të gjithë, përfshirë këtu edhe mua. Jam gati të dalloj mundësitë e reja që përputhen me më të mirën time më të lartë. Jam gati të dalloj shenjat që më ndihmojnë të ftoj më shumë mirëqenie dhe prosperitet në jetën time. Jeta më mbështet në çdo hap. E pranoj prosperitetin me mirënjohje dhe përullësi. Çdo ditë është një mundësi për të patur më shumë dashuri, gëzim dhe bollëk në jetën time. Nuk kam nevojë të luftoj për të merituar bekimet e mia. Unë jam magnet për mundësi që përputhen me vlerat dhe qëllimin tim. Zgjedh të kem besim në vend të frikës. Lë pas çdo kufizim dhe mendim limitues që nuk më shërben më. Dhe zgjedh këto besime të cilat janë besime bollëku, mirëqenie, prosperiteti. Dhe kësaj, mendja, zemra dhe energjia ime janë në harmoni me bollëkun. Unë vibroj në frekuencën e mirëqenies dhe prosperitetit, dhe kësaj e tërheq në realitetin tim. Çdo ditë shoh se si në mënyra nga më të magjishmet, universi hap dyer për mua, aty ku ka patur vetëm mure. Dyer të mundësive të ralla hapen për mua në jetën time në mënyra magjike. Duket sikur jeta po më thot tani po. Në çdo hap që hedh, në çdo vendim që marr, dhe në gjithçka që dua të bëj. Dhe çdo farë që unë mbjell, rritet e shëndetshme dhe më siguron bollëk afatgjatë. Universi më bekon gjithnjëherë më shumë, sepse unë ndaj mirëqenien time me të tjerët. I ndaj bekimet e mia me njerëzit e zemrës. Unë jam gati të jetoj jetën që përputhet me potencialin tim më të lartë. Jam gati të rritem, të zhvillohem,
të zgjeroj horizontet e mia dhe të arrij potencialin tim të brendshëm. Çdo qelizë e trupit tim vibron me vetbesim, bollëk, paqe, lumturi, dashuri, prosperitet. E nderoj dritën time dhe e lejoj atë të shkëlqej. Unë e krijoj realitetin tim me mendimet, besimet dhe frekuencën time. Dhe kështu është. Me besim në vetveten dhe në aftësitë e mia, eci përpara drejt mundësive të reja. Me mirënjohje e çliroj çdo energji të mungesës, frikës dhe dyshimit. Zgjedh të jetoj me vetbesim, të njoh vlerën time, të pranoj mirëqenien, prosperitetin dhe mundësitë që janë në përputhje me më të mirën time më të lartë. Çdo hap që hedh më afron me një jetë të mbushur me paqe, bollëk dhe dashuri. Çdo hap që hedh më ndihmon të rritem, të zhvillohem, ndoshta të ndryshoj perspektivën time, besimet e mia dhe të jem më në përputhje me të vërtetën time të lartësuar. I them po rritjes, mirëqenies, prosperitetit, dashurisë pa kushte, lumturisë, paqes, ngrohtësisë, mundësive të arta, dhe besoj me gjithë zemër që të gjitha këto janë realiteti im, janë të mundshme për mua dhe unë i meritoj të gjitha këto. Pa ndonjë shkak specifik, thjesht sepse ekzistoj, unë meritoj mirëqenie, prosperitet dhe dashuri. Thjesht sepse marr frymë, unë meritoj të mira dhe gëzime në jetë. Dhe kështu është. Merrni disa frymarrje të fundit. Filloni që të riktheheni në trupin tuaj. Mund të bëni një rrotullim të qafës, të kyçeve të dorës, të kyçeve të këmbëve. Dhe aktualizoni këtë energji të bukur, këtu edhe tani. Nëse emocione specifike dalin në sipërfaqe, thjesht shikojni, pranojni dhe çlirojni ato. Dhe bëni vend për këto besime të reja, të mirëqenies, të paqes dhe prosperitetit. Mos harroni se ju keni më shumë fuqi për të krijuar realitetin tuaj nga sa ju mendoni. Dhe ju e keni në dorë që të zgjidhni çfarë të mendoni, çfarë të besoni, dhe kësaj të krijoni realitetin tuaj. Faleminderit, shihemi në video tjetër, mirupafshim.